Mirëmëngjes, përshëndetje Insta, mirëmëngjes edhe më lejoni t'ju jap një lajm. Parlamenti Evropian ka vendosur dhe mbrëm ka bërë publik vendimin për të hapur zyrën e tij në Shqipëri. Pra, është në krenarinë dhe në kënaqësinë tonë të madhe që të bëhemi edhe vend mikpritës i zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, e cila do të shërbejë si një pikë kyçe kontakti mes Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve lokal në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Si ju duket kjo? Ç'a ndodh kështu? Parlamenti Evropian që vendos të hapë zyrën e tij në një narkoshtet. Si ka mundësi? Sorosi, i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian që vazhdon vepron si diversant. Dhe për të qenë shumë të qartë, Parlamenti Evropian me hapjen e kësaj zyre në Shqipëri konfirmon një strategji më të gjerë të BE-s dhe nga ana tjetër përcakton pa diskutim Shqipërinë si një pikë referimi jashtë perimetrit të Bashkimit Evropian dhe si vendin që së shpejti do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka 3 zyra aktualisht, një në New York për marrëdhëniet me Kombet e Bashkuara, një në